me vendimin e vitit të kaluar, është e qartë brenda 30 ditëve nga dita e certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve duhet të konstituohet parlamenti, kurse partia në pushtet thot ndryshe. Çfarë ndodhi pramë edhe sot është që partia e cila ka fituar zgjedhjet që do duhet ta konstituonte kuventin deri dje, se deri dje ka qenë afati i fundit, në mënyrë të qëllimshme organizoi një seancë në orën 11 dhe sot na e kemi shkel edhe kushtetutën e Kosovës, edhe kemi përbys rendin juridik, edhe kemi vënë një veprim i cili është antiligjor dhe nuk respekton asnjë procedurë të sundimit të ligjit dhe të idesë bazike se si krijojnë institucionet në demokraci, por çfarë ka ndodhur dje dhe sot është një situatë e përhershme në këto 2 vitet e fundit, se në këto 2 vitet e fundit na kemi pas një situatë dhe gjendje politike ku vetëm në fushat zgjedhore ky vend ka qenë demokraci, ndërsa në 2 vitet e fundit me ushtrues detyrës së presidentit, me ushtrues detyrës së kryetarit të kuvendet dhe të kuvendit, me qeverinë e detyrë, në realisht kishit në një situatë e cila është anarki në kuptimin e plot të fjalës. Prandaj shkelja e kushtetutës ka ndodhur në mënyrë të qëllimshme, çfarë ka ndodhur në këto 2 vitet e fundit është përsërit dje në mramje dhe sot. Nga vetë vendosje thonë se duan president konsensual, madje në një letër që u shfaq dje, Partisë Demokratike i ofrohet posti i kryetarit të kuvendit në këmbim të votave për presidentin, eventualisht presidentin e re të Republikës. A bëhet marrëveshja politike në këtë forme? Çdo kush do ta ketë të qartë që në këtë vend nuk ka dialog mes partisë e cila i ka fituar zgjedhjet dhe partive tjera politike. Është teatër, është farcë, është mashtrim. Ka qenë mashtrim edhe vitin e kaluar, është mashtrim edhe sot e kësaj dite, sigurisht të kishte përpjekje për marrëveshje politike. Ne e kishëm shmangë situatën e tripal zgjedhjeve që kemi pas, por nuk ka pas vullnet politik nga ana e Zotit Kurti, nuk ka vullnet politik edhe sot, prandaj edhe qëndrimi i PDK-s ka qenë i qartë që neve nuk na intereson as na vyn, as pozita e kryetarit të kuvendit, as pozita e presidentit. Ne duam që ta shohim kuvendin e konstituuar që të fillon me punë dhe vetëvendosja i ka votat dhe i ka numrat që ta përmbyll procesin e konstituimit të kuvendet dhe kjo është përgjegjësia jonë si parti politike opozitare, ndërsa pjesa tjetër janë 98 deputet të tjerë që i ka Zoti Kurti në kuvend të Kosovës, se PDK ka vetëm 22 deputet, me të cilët ai ka mund me bazë zgjidhje edhe në këto 40 ditë mas zgjedhjeve të qershorit, ka mujt me bazë zgjidhje edhe gjatë tër vitit 2025, por nuk ka pas vullnet politik. Nuk ka vullnet politik për marrëveshje, ka vullnet politik për nënshtrim të opozitës dhe Partia Demokratike e Kosovës nuk i nënshtrohet vullnetit të një njerit. Qëndrimi jonë ka qenë kaluar në qartë, është kësaj herë i qartë, as nuk marrë me pjesë në takim, as nuk lodhme se çfarë shkruan Zoti Kurti, nëse donë që ta bëjë një zgjidhje, e ka mundësinë me subjekte tjera politike. Ju thot në fillim në shumës e shkelëm kushtetutën. Pse PDK-ja shkoi si partia e dytë më e madhe në Republikë, shkoi në mbledhjen e sotshme, e cila zgjati disa minuta dhe përfundoi me tensione? Për arsyen e thjeshtë se kuvendi është platforma vetme e parlamentarizmit Kosovë. Ne jemi Republikë parlamentare. Dhe nëse ne i themi jo parlamentarizmit Kosovë, i themi jo demokracisë Kosovë. Dhe nëse ne kemi një qeveri e cila qëllim shumë po bën përpjekje që ta shunë demokracinë këtë vend, ta shfuqizon çdo institucion, ta shfuqizon edhe kuvendin. Përtej asaj që do të thotë seanca ishte antikushtetuese dhe na tham që është antikushtetuese. Përtej asaj që janë shkel çdo procedurë dhe rregull në fuqi, përtej asaj që na jemi të vetëdijshëm që janë ka shkundën themelet e shtetit Kosovës dhe të rendit në kushtetues Kosovë, ne jemi në përpjekje që ta pengojmë këtë njeri që mos ta zhbë, mos ta shturë shtetin e Kosovës. Mendoj se çfarë ka ndodhur në këto 2 vitet e fundit është një përpjekje e qëllimshme e Zotit Kurti për shturje të shtetit të Kosovës dhe sa herë ka seanca të tilla ne do të marrim pjesë bashkë me subjekte tjera
parlamentare, përkundër asaj që do të thotë kem dalë jashtë rregullave në fuqi, po përgjithësim për një gjë të tillë e ka kryesuesi i seancave, i cili në koordinim të plot me partinë më të madhe, realisht po shkel kushtetutën. Ju a e shihni mundësinë eventualisht nëse vazhdon kjo puna e kuvendit që thirret 48 orë, çdo 48 orë, ti drejtoren e gjykatës kushtetuese me një ide që mbase të ketë edhe një qartësim tjetër. Gjykata kushtetuese e ka sqaruar situatë. Pra nuk ka nevojë për një aktgjykim të dytë. Gjykata kushtetuese ka thënë që mrena 30 ditësh do duhej kuvendit të konstituohet. Prej certifikimit të rezultateve zgjedhore kanë qenë pothuajse më shumë se sa 40 ditë në dispozicion që të ftohen deputet, të betohen, të nisin procedurat për konstituimin e kuvendit. Nuk ka pasur vullnet të tillë, është lënë në ditët e parafundit, dje me qëllim nuk pat një seancë të fundit dhe një përpjekje të fundit për ta konstituuar kuvendin. Unë vetë shkova me një koleg timin, me një mik timin që ta shoh, është dera hapun, ishte dera mbyllur, që tregonte që këta e kanë vu drynin demokracisë në këtë vend, se asnjëherë sallat e kuvendit nuk janë mbyll, që tregonte që qëllimisht është mbajtur seanca sot në orën 11 të ditës, se qëllimisht zoti Kurti dhe partia e tij, shumica parlamentare, janë duke e shkel çdo parim kushtetues. Prandaj nuk ka nevojë për interpretime të reja kushtetuese, se është mëse e qartë. Dhe a keni pas komunikim me ushtruesin e detyrës së sekretarës së kuvendit, e cila është e afërt me vetvendosin sapo është vendosur në atë pozitë, për shkak se vërtet nuk ka ndodhur që t'i mbyllen dyert e sallës plenare deputetëve? Mund ka ndodhur disa herë se kam qenë deputet dhe jam deputet për 24-5 vjet që gjatë ditëve të javës, gjatë kohës sa ka pas seanca, sa nuk ka pas seanca, të shtunë ndillën, nga njëherë të kem edhe musafirë ndërkombëtar dhe t'i qoj që të shohin sallën ku ne kem shpallë pavarësinë e Kosovës, e cila ka qenë e hapur. Dhe ne kem prit që dje salla është e hapur dhe vazhdimisht është e hapur. Ju dini që aty ka policë roj që mban rendin, të cilët përkujdesen për institucionet shtetërore dhe nuk ka nevojë që objektet e tilla të mbyllen, sigur se të ishte një trafik. Prandaj mbyllja e djeshme ka qenë e qëllimshme. Ne kemi qenë bashkë me deputetët tjerë të opozitës në hapësirat e kuvendit. Kemi pritë që të vjen shumica parlamentare dhe ta mbanë seancën e cila do duhet të respektonte afatin e fundit. Nuk ndodhi një gjë të tillë. Unë shkova me një koleg timin që ta shoh se është e hapur apo e mbyllur dhe kjo ishte e tëra. E çka tutje tash nëse lëvizja vetëvendosje tenton me idenë e 48 orëshit, për shkak se duket se ata ashtu po e lexojnë ata gjykim të 2025-s. Çka tutje nga PDK-ja sidomos, si partia e dytë? Çka tutje varet prej atyre që kanë fituar zgjedhjet. Çka tutje është një pyetje edhe për qytetarët. Nëse dikush e ka dhënë atij votën 3 herë vetëm në këto 2 vitet e fundit, dhe gjatë kësaj kohës nuk ka marrë asnjë shërbim, se ekonomia është në gjendje të mjerueshme, se shëndetësia, arsimi janë në gjendje të njëjtë të mjerueshme, se politika e brendshme është dështim, e jashtme është dështim, shtrohet pyetja se sa do duhej qytetarët e Kosovës ta votojnë një njeri i cili qëllimisht është duke e zhbë këtë shtet, i cili qëllimisht nuk pjo shërben për mbushjeve të interesave të qytetarëve, as interesit të shtetit të Kosovës, dhe unë mendoj se pyetja se çka ma tutje, është pyetje fillimisht për qytetarën. E ka menduar dikush që e ndërtesë e kuvendit, e cila ndërtesë e kuvendit është historike edhe për shkak të datës tonë shejt 17 shkurtit të 2008-s, po për shkak të funksionit që ka pasur në kaluarën, dhe nana ato karikat e deputetit nuk e përfaqësojnë vetëm vullnetin tonë politik të 2026-s, e përfaqësojnë vullnetin e një populli të shtypur të përndjekur mbi të cilin Serbia ka ushtruar gjenocid. Dhe sot e kem një situatë që dikush e ka uzurpuar kuvendin e Kosovës, e ka uzurpuar shtetin e Kosovës,
e ka uzurpu qeverinë e Kosovës, e ka uzurpu presidentin e Kosovës, se nuk ki president me mandat të plot, nuk ki qeveri me mandat të plot, nuk ki kuvend me mandat të plot, do të thot e ka uzurpu e demokracinë këtë vend. Dhe ata thonë dërgonanin në gjykatë kushtetuese për këto procedura. Jo, mëse si jem në aty vetëm për me plotësu kështu kërkesa ligjore, se nuk jem vetëm deputet të cilët duhet të drejtohen gjykatës kushtetuese. Mendoj që është koha fundit që opozita brenda kuvendit, jashtë kuvendit, të bën veprime politike, me që çfarë po ndodh dje dhe sot, është përsëritje asaj që ka ndodhur në 3 ciklet e fundit, dhe kjo më nuk është krizë politike zakonshme, nuk është blokad institucionale zakonshme, është suspendim i rendit demokratik, është suspendim i Republikës parlamentare, dhe ne duhet me çdo mjet të mundshëm që ta mbrojmë rendin kushtetues brenda kuvendit, jashtë kuvendit, si deputet të kuvendit të Kosovës. Është anarkie plot totale, dhe ne jemi aty që të dhëmë Zoti Kurti që nuk nënshtrohemi as që ti na kërcënon përmes idesë që na çon zgjedhje, se sfregohemi na pi zgjedhje, absolut jo, le të harro këtë punë. As me idenë që tallet ai me propozime të gjoja PDK si opozitën e kryetarit të kuvendit. Ne jemi opozit, do të mesim me opozit. Ky vend ka probleme më të mëdha, por nëse Zoti Kurti dëshiron që ta drejton vendin, e ka mundësinë me subjekte tjera politike të bënë zgjidhje. Kolegët e LDK-s kanë qenë gatshëm për marrëveshje, le të bëjmë marrëveshje me ta. Ju thoni për veprime politike, a përfshihet këtu edhe ideja e një proteste demokratike, kisha me thonë kështu, për shkak se në kuvend po thani që jeni të pakënaqur për shkak të veprimeve që po bëhen, edhe pse mendoni cila është arsyeja kryesore që lëvizja vetëvendosje nuk po e propozon një emër për kandidat ose kandidate për kryetar kuvendi? Arsyeja kryesore ka qenë prej fillimit. Zoti Kurti ka ardhur me një qëllim të qartë për ta përmbysë këtë rend kushtetues në Republikë të Kosovës. Për të thënë qytetarëve të Kosovës që ka kushtetut nuk vlen, që duhet ta kemi një kushtetut të re. Për të godit partitë tradicionale, të cilat janë në themelet të lirisë dhe të pavarësisë së këtij vendit, për ta përmbysë kulturën demokratike në këtë vend, për ta nënshtruar një popull, dhe detyra jonë si deputet, me që dje u betuam, është që përveç se ne betohemi që ta mbrojmë sovranitetin, integritetin territorial, ne betohemi që ta mbrojmë edhe kushtetueshmërinë, ne betohemi që ta mbrojmë edhe integritetin institucional të Kosovës. Prandaj ne do të bëjmë veprime në kuvend dhe jashtë kuvendit, edhe protesta, me të vetmen arsye që t'ja bëjmë me dije qytetarët e Kosovës, që kjo se çfarë po ndodh, më nuk është raport opozit-qeveri. Më nuk është raport se kush ka drejt dhe kush s'ka drejt në gjykatë kushtetuese. Është raport mes asaj se çka është legjitime dhe asaj se çfarë është jo legjitime, dhe veprimet e vetëvendosjes dhe sjellja politike e vetëvendosjes e bën ato si një shumicë parlamentare e cila nuk është legjitime, se 3 herë të prodhon kriza politike me qëllimin e vetëm që ta shthurë shtetin e Kosovës, për ne është e papranueshme si subjekt politik dhe do të veprojmë. Po kur çka edhe si, mendoj që është temë e cila i takon edhe PDK-s, po i takon edhe partive tjera politike me cilat ne duhet të koordinojmë. Ju jeni gjatë në kuvend si deputet dhe pashtu si pjesar i ekzekutiveve të ndryshme, sidomos të udhëhequra nga PDK-ja, kur e pat këtë skenën e deputetës nga Aleanca duke goditur me vezë Kurtin, a ju duk pak si deja vu politike, kur goditej për shembull Isa Mustafa dhe anglezët thonë what comes around goes around. Po, se në gjuhë shqipe thonë të gjitha shtazë binë në kurthat e të tjerë, vetëm drejt që bjen kurthën e tij. Prandaj kjo është metoda që ka sjellë Zoti Kurti. Apo çka t'ja bën tjetrit pritet që të ndodhë edhe ty. Po kjo është metoda që ka sjellë Zoti Kurti në kuvend. Kjo është koncepti që ka sjellë Zoti Kurti në kuvend. Dhe ai po bjen në kurthën e tij politik, por veprimet e tilla janë veprime mbi gjitha për ta mbrojtur rendin kushtetues. Është serioze kjo situatë që ne kemi sot. Na kemi marrë pjesë në seancë të kuvendit.
Na natyrisht që do ta respektojmë votën që ja ka dhënë qytetari, çdo deputeti, Partisë Demokratike edhe mua individualisht. Votën që ka marrë, unë duhet të jem aty ku më ka dërguar qytetari. Por na kem lëviz për te rendit kushtetues. Republika e Kosovës nuk është e njëjtë mas asaj se çfarë ka ndodhur mbram. Ku qëllimisht kryesuesi i seancës e ka ftuar seancën sot në orën 11 me shkrim për ta përmbys rendin kushtetues. Nuk atë se çfarë po ndodh këtë vend që duhet ta kupton secili në thelb që mos ta humb idenë është që nuk ka këtu të kontestim të asaj që opozita po e konteston legitimitetin e partisë parë në pushtet. Po partia parë në pushtet, e cila diku në opozit nuk na kalon neve me qeverisë përmes metodave të dhunshme, partia në pushtet sot nuk po do me qeverisë kur është në qeveri, po do të ikë kontrollit mbikëqyrjes parlamentare, që 2 vjet e ki një vend i cili nuk ka mbikëqyrje parlamentare, as të qeverisë, as të sektorëve më të rëndësishëm dhe më të ndihshme të shoqërisë, as të agjencioneve të caktuara publike, sepse është suspendue ideja e një republike parlamentare. Prandaj unë mendoj që PDK-ja dhe çdo subjekt tjetër politik duhet të rikthehet në rolin e saj historik, dhe roli i saj historik është që ta mbrojmë demokracinë, ta mbrojmë sundimin e ligjit. Sundimi i ligjit është kur të respektoj procedurën, se si ftohet një seancë e kuvendit. Ta mbrojmë ekonominë e lirë të tregut, të mbrojmë mediat e lira, të cilat goditën në mënyrën e njëjtë sikur se është godit pranë Kuvendi i Kosovës dhe është godit sot Kuvendi i Kosovës. Kjo se çfarë ka ndodhur sot me Kuvendin e Kosovës është vetëm një goditje më madhe, më qendrore, të cilën zoti Kurti i jep Republikës Parlamentare, po godit çdo ditë kompani private, godit çdo ditë mediat pavarura, se qëndron mbi institucionet e Kosovës. Prandaj shqetësimin që ne e kemi është që duhet të gjenden forma dhe mënyra brenda kuvendit, jashtë kuvendit për ta luftuar këtë keqje. E kemi LDK-n, e cila është parti shtetformuese, edhe është e njëjtë në aspektin e shtetndërtimit, gati sikur me PDK në aspektin e rëndësisë politike, por ata thonë se duhet me bë marrëveshje me patjetër me lëvizjen vetëvendosje. E kishim 3 takime mes liderëve të këtyre 2 partive, por pa rezultat. Çka do thotë kjo për atë që po thoni ju që duhet të bëhen këto parti tjera që nuk janë vetëvendosje, të jenë në një farë të njëvoje? Ne të çmojmë kontributin e çdo subjekti politik dhe të LDK-s, që nëse ata arrijnë që të bëjnë marrëveshje politike me zotin Kurti, ne ju dëshirojmë sukses, është në drejtën e tyre. Ata duhet gjykojnë. Por të qëndrimi i jonë si Parti Demokratike dhe qëndrimi im ka qenë në këto 2 vitet e fundit, dikush i cili beson dialogut, son vi prej politikës jashtme, dikush i cili beson kompromisit, dhe dikush i cili beson shumë marrëveshjes politike, dhe janë për marrëveshje politike dhe për dialog politik, dhe për kompromis politik. Qaja botë në cilën ne kemi funksionu, që ka dialog politik, marrëveshje politike dhe kompromis politik, ka përfunduar këtë vend 2021-2019, nuk ka më. Ka ose parti politike të cilat janë të nënshtruara dhe do dojmë ullë bashkë me zotin Kurti në kuvend, sikur se është alternativa e lista Guxo apo subjekte tjera politike, se ideja ti është... Pra me qenë partner të koalicionit, thani ju. Unë po jap shpjegime se si është kulturën politike, qëllimin politik të zotit Kurti. Po çdo subjekt politik që mund të jep kontribut që të kalohet kjo situatë politike, ne e përshëndesmi. Mirë, flasim pak edhe për politikën e jashtme. Sot e kemi një vizitë të presidentit e Ukrainës Volodymyr Zelensky në Serbi. Para pak orësh ai tha në një konferencë me presidentin serb që Ukraina nuk lëviz fare drejt njohjes së pavarësisë së Kosovës, ndonse ne kemi qenë mjaft përkrahës si popull edhe si shtet
ndaj Ukrajinës edhe ndaj agresionit që Rusia po ja bën këtij shteti. Çka do të thotë kjo për Kosovën, nëse la zhytur në një krizë politike tash sa kohë dhe zhvillimeve të mëdha gjeopolitike që po ndodhin hiç më larg se sa në Beograd? Kjo për Kosovën në kupton që vizita e tij në fakt nga prizma jonë Prishtinë është një vizitë e turpshme me që Serbia është platforma me proruse që ka Ballkani. Nëse ka një shtet i cili është bastion, është platform, është instrument i politikës ruse në Ballkan, është Serbia dhe mendoj që vizita e Zelenskit në Beograd në fakt bjen ndesh me politikën e çdo shteti rajonal i cili ka mbështet sovranitetin, luftën e Ukrainës për tërësinë e saj territoriale. Kjo është mënyra se si unë shoh rolin e kësaj vizite në rajon si të tillë. Arsyet mund të jenë të natyrës që zoti Zelenski sigurisht mund të nënshkruajë në kontratë të blerjes armëve, me që dihet që... Nëse kjo mbajt shumë e heshtur sot në Beograd, nuk flitej fare për mundësinë që ata të prodhojnë, siç thashtë dje Frankfurter Allgemeine Zeitung, që mund të prodhojnë edhe dronë së bashku me ndihmën e një superfuqie nga bota arabe. O s'kam rritë që ta lexoj se çfarë ka shkruar dje FAZ, po di që Financial Times ka pas raportet e mëhershme që Serbia ka shit dikun rreth 800 milion euro municion në Poloni, Çeki dhe në disa vende evropiane, dhe kjo municion fakt është bartë me tutje në Ukrainë. Prandaj, kjo ka mund të jetë, se më thonë, arsye kryesore, por për te nevojës për municion, mendoj që vizita e tij në Beograd, nga një perspektivë e Prishtinës, e Tiranës, po dhe qendra tjera të Ballkanit, të cilat kanë qenë solidar me Ukrainën, të cilat kanë qenë për krajet të Ukrainës, të cilat kanë vendosur sanksione ndaj Rusisë, të cilat e kanë dënuar agresionin rus në Rusi, bashkë me botën tjetër demokratike, është një vizitë e turpit, sidomos për shafimi se si e bëri, me që Serbia është një Rusi e vogël në Ballkan dhe ne nuk shohim dallim mes Beogradit dhe Moskës në raport jo vetëm me Kosovën, por në raport edhe me rendin demokratik në Europë. Dhe apo e sheh edhe Brukseli si një Rusi të vogël Beogradin, apo ka ndryshuar situata dhe mbase në heshtje edhe evropianët i kanë thënë Zelenskit shko në Beograd për vizitë? Unë nuk di se çfarë dhe si është koordinuar kjo vizitë. Zelenski natyrisht që ka qenë më herët vizita në Tiranë. Ka qenë për samitin, po ka qenë për samitin, ka qenë edhe në Sofje, ka qenë edhe në Zagreb. Në kohë të gjatë i është ik kontaktit vizitës me Serbinë dhe me Beogradin, nëse e ka taku Vučićin, e ka taku në margjinat të ndonjë samiti tjetër, por ajo se çfarë do duhej tjetë si qëndrim dhe politike evropiane është kjo. Nëse betejë për sovranitetin, integritetin territorial të Ukrainës është betejë e cila mbrohet përmes një lufte të cilën po zhvillon Ukraina që sa vite kundër Rusisë. Betejë e cila do të zhvillohet në Bruksel është për ta integruar Ballkanin në Bashkimin Evropian, dhe këtu në thelb Bashkimi Evropian ka një pengesë reale, dhe kjo pengesë reale është Serbia, e cila është bë bllokuese e rajonit, se imagjinoni sikur se Serbia ta kishte një politikë pro-evropiane, rajoni do të ishte moti pjesë e Bashkimit Evropian, sikur se që ka ndodhur me antarësimin e fundit të Kroacisë 2013. Dhe na e kemi një betejë shumë të madhe me 16 shtator në orën 10. Dhomat e specializuara të Kosovës pritet të japin aktgjykimin ndaj 4 së madhe të UÇK-s dhe ish udhëheqësve të shtetit, përfshirë Hashim Thaçin, Jakub Krasniqin, Recep Selimin dhe Kadri Veselin. Ju shkoni shpesh, i vizitoni sidomos presidentin Thaçi dhe kryetarin Veseli, ish kryetarin e Kuvendit. Çka janë pritjet prej kësaj date historike për Kosovën? Kjo është një datë historike e cila ka të bëjë mbi të gjitha me historinë, me luftën tonë të shenjtë të ushtrisë lindtare të Kosovës, por ka të bëjë edhe me të ardhmen.
nuk do të ketë ndonjë ngjarje e cila mund të ketë ndikim direkt në karakterin e shtetsisë tonë, në pozicionin tonë ndërkombëtar. Sigur se vendimi që sjell gjykata speciale, unë besoj në atë që vendimi do të jetë i drejtë, jam i bindur që të gjithë përorët të UÇK-s do të shpallen të pafajshëm, e kam ndjek në detaje procesin, nuk kam pa deri më tash asgjë penalizuese, ka qenë absurde presioni i perëndimit për ta kriju këtë gjykatë, ka qenë absurde arrestimi i tyre dhe ka qenë absurde mbajtja e pengëve tyre për 6 vite, kur ne e kemi pa në proces që nuk ka pas diçka që vërtet i penalizon ata si të tillë, ka qenë shokuese për mu pretendimi i prokurorisë për ta kriminalizuar idenë e lirisë, idenë e çlirimit, luftën tonë të shenjtë të UÇK-s, po për ta kriminalizuar edhe procesin e shpalljes së pavarësisë. Nuk kam besuar që një proces i cili është menaxhuar prej OKB-s, i cili është udhëheq prej sekretarit përgjithshëm të OKB-s, i cili është udhëheq prej vendeve të grupit të kontaktit, 5 fuqive më të mëdha perëndimore, duke përfshirë Rusinë, se ju një gazetarë gjatë, të cilat kanë marrë vendime e qëndrime që kanë dizajnu procesin e shpalljes së pavarësisë. Sigur se intervenimi i NATO-s, që ka qenë një akt shumë legjitim i botës demokratike, dhe tash e keni një prokuror i cili pretendon që ta kriminalizon ato, kur në vitin 2026, kur ne po shohim pikërisht përpjekjet e tilla të hegemonisë ruse në raport me Ukrainën, apo të përpjekjes së Serbisë për një rol hegemon në raport me Ballkanin. Prandaj unë pres që vendimi i gjykatës do të jetë i drejtë, do të shpallen të pafajshëm, do të kthehen Kosovës. Dhe më ju pyet cili është disponimi jo, por cila është ndjeshmëria e Thaçit, Veselit dhe të tjerëve në pritje të ditës së madhe. Unë kam qenë para 3 javësh dhe rrallë herë kam pa zotin Thaçi dhe zotin Veseli më të vëmendshëm, më të përqendruar, moralisht më të fortë, më të shëndetshëm dhe politikisht më të qartë, se sa i kam pa kësaj here, se natyrisht që na jemi edhe shok, unë të dyti një prej vitin 1987, dhe mund të shkëmbejmë edhe mendime personale për asë si janë më shëndetë. Edhe po ju pyes për shkak se shkoni shpesh dhe i njeni gjatë kohë. Po unë i njoh prej të 87-s të dytë, Hashimin e kam pas si merë, edhe Kadrin e kam mik prej të 87-s, i njoh të dytë, me thonë jemi gjatë që 40 vite. Rrallë herë i kam pa më të fortë se sa kësaj here, dhe ata janë të bindur dhe ne jemi të bindur që vendimi do të jetë për lirimin e tyre. Faleminderit për kohën, zotri Hoxhaj. Në të shofshim. Dhe vazhdojmë me informacionet e tjera. Për zhvillimet e sotshme në Kuvendin e Republikës së Kosovës ka reaguar edhe ambasada britanisë së madhe në Prishtinë. Parlamenti është zemra e demokracisë, ai e mban qeverinë përgjegjëse dhe mundëson legjislacionin që mund ta çojë shoqërinë dhe ekonominë përpara, thuhet në reagim. Kosova ka qenë pa një parlament plotësisht funksional për shumë vite.